Të hënën në ora 9 të mëngjesit në gjykatën themelore të Prishtinës në degën e Fushë Kosovës ishte caktuar një seancë fillestare për një rast të ngacmimit seksual, por se që nuk u mor me seriozitet nga gjyqtarja rastit. Avokati i viktimës, Arjanit Koci, ka bërë të ditur se seanca ka filluar pas 40 minutash. Arsyetimi që morën nga gjyqtarja e rastit dhe gjyqtarja mbikëqyrëse ishte se po e presin prokurorin, ani pse prokurori gjendej në sallë së bashku me mbrojtësin e viktimës e viktimën. Në një përgjigje për Kosova Press, avokati Arjanit Koci ka kërkuar që shqyrtimi gjyqësor të merret me seriozitet dhe sipas ligjit, pasi që është një rast i ndjeshëm. Seanca filloi me vonesë. Në këtë fazë unë kërkoj që ky shqyrtim gjyqësor të trajtohet sipas ligjit dhe me seriozitetin të cilën e përcakton ligji. Se sa me vonesë ka filluar seanca? Mbas 40 minutave filloi. Në gjatë kësaj kohe klientja ime ka një vetën shumë keq edhe ka qenë shqetësuar. Ne kemi dërguar edhe pyetje gjykatës themelore në Prishtinë, por ende nuk kemi marrë ndonjë përgjigje.